Presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik ka marrë një urdhër arresti nga gjykata e Bosnjës dhe Hercegovinës. Akuza është ajo e sulmit ndaj rendit kushtetues dhe vjen pas një sër ligjesh nga parlamenti i RS, të cilat kufizojnë ndjeshëm aftësinë vepruese të organeve federale në Sarajevo. Urdhri i arrestit, që erdhi pas refuzimit të Dodik për të shkuar në prokurori disa javë më parë, përfshin gjithashtu edhe kryeministrin Radovan Višković dhe kryetarin e kuvendit kombëtar Nenad Stevandić. Republika Srpska është një nga dy entitetet autonome në Bosnjë, të banuara kryesisht nga serbët. Ajo zë afërsisht 49% të territorit në Bosnjë-Hercegovinë, dhe në të banojnë 33% e popullsisë. Republika Srpska gëzon një autonomi të madhe administrative, ka parlamentin e saj, një këshill popullor, president, një qeveri, polici dhe simbole kombëtare. Raportet midis RS dhe Bosnjë-Hercegovinës rregullohen nga marrëveshja e Daytonit, e cila përcaktoi strukturën e re institucionale të vendit pas shpërbërjes së Jugosllavisë, duke parashikuar krijimin e dy entiteteve. I dyti është ai kroato-musliman, brenda një kuadri kombëtar dhe unitar. Gjatë 20 viteve të fundit, Dodik ka qenë pothuajse gjithmonë në krye të Republikës, dhe veprimtaria e tij politike, sidomos kohët e fundit, është fokusuar në shkëputjen e RS nga shteti qendror. Ne i kërkuam Giorgio Frushone, studiues në ISPI, Instituti për Studime Politike Ndërkombëtare, që ka vite që merret me Ballkanin, të na shpjegonte në mënyrë të përmbledhur se si u arrit në këtë pikë. Urdhër arresti vjen në kulmin e një përplasjeje të fortë që ka vazhduar të paktën që nga viti 2021 midis liderit të serbëve të Bosnjës dhe qeverisë qendrore. Institucionet e parandalojnë shkëputjen, por fakti është se politika e Dodik po shpërfill autoritetin e këtyre institucioneve. Është një përplasje që shkon në favor të liderit serb të Bosnjës, nacionalizmi i të cilit i ka shërbyer prej vitesh pushtetet e tij. Po ashtu Dodik ka kundërshtuar institucionet qendrore në Sarajevo, nga të cilat është përpjekur të heqë disa nga pushtetet e pakta ekskluzive në favor të entitetit me shumicë serbe të Bosnjës, thekson eksperti. Edhe pse sistemi institucional bosnjak ka demonstruar zyrtarisht se ka antitrupa për t'u kundërvënë synimeve separatiste të njërës prej entiteteve të tij, në realitet situata mbetet shumë e brishtë dhe paradoksalisht, problemet gjyqësore të Dodik mund të forcojnë pozitën e tij. Sipas Frushones, bashllëku institucional i viteve të fundit mund të zgjatet më tej, dhe nëse ekziston rreziku që këtë herë pasojat të jenë më serioze, Bosnja ka funksionuar pak si një shtet koheziv, duke garantuar autonomi të gjerë për dy entitetet, që nga ana e tyre kanë qeveri dhe administrata krejtësisht të ndryshme. Pasoja më e mundshme është se shteti qendror do të pushojë se funksionuari në 49% të territorit, dhe rikthimi nga një skenar i tillë do të ishte e vështirë. Në nivelin ndërkombëtar, presidenti serb i Bosnjës ka marrëdhënie shumë të ngushta me presidentin rus Vladimir Putin dhe atë serb Aleksandar Vučić, që kur Rusia pushtoi Ukrainën, për Vučić është bërë papërshtatshme që ai të shihet shumë pranë Moskës, ndaj Dodik është i dërguari i serbëve në Kremlin. Sigurisht Republika Srpska mund të mbështetet dhe tek udhëheqësi i Hungarisë, Viktor Orban, ndërkohë vendet e mëdha europiane reaguan ndaj urdhër arrestit duke mbajtur anën e Bosnjë-Hercegovinës dhe duke u referuar marrëveshjes së Daytonit. Po ashtu Evropa ka forcuar misionin EUNAVFOR në Bosnjë, duke dërguar trupa shtesë. Megjithatë, kjo situatë rrezikon të kthehet në një problem tjetër për Brukselin, i cili mund të përballet me tensione të reja vetëm pak kilometra larg kufirit, sidomos nëse qëndrimi i Washingtonit do të afrohet akoma dhe më shumë me atë të Moskës. Për momentin, administrata amerikane ka dënuar nëpërmjet sekretarit të shtetit Marco Rubio sjelljen e rrezikshme dhe destabilizuese të Dodik. Në realitet, interesi i SBA-s në rajon është shumë i vogël, dhe kjo nuk do të ndihmojë në stabilizimin e marrëdhënieve në Ballkan. Amerika e Trumpit do të fokusohet pak në rajon, vazhdon Frushone, dhe mënyra e veprimit të presidentit amerikan pritet të normalizojë anarkinë në marrëdhënie, duke mos respektuar ligjin ndërkombëtar, që në fakt e garanton mbijetesën e Bosnjës. Dodik shpreson që Shtetet e Bashkuara të heqin disa sanksione kundër tij dhe të mos pengojnë lëvizjet e tij, duke përqafuar status quo-n e re të Bosnjës. Aspirata maksimale do të ishte rreshtimi në një linjë me Rusinë në lidhje me refuzimin e përfaqësuesit të lartë, pra garantuesit të marrëveshjes së Daytonit. Në ato moment, presidenti i RS-s do të kishte një aleat në Moskë dhe një tjetër në Washington. Ai që do të përpiqet të përfitojë nga destabiliteti në Bosnjë-Hercegovinë është serbi Vučić, që ka shprehur tashmë mbështetjen e tij për Dodik. Për muaj të tërë, mijëra njerëz kanë dalë në rrugët e Beogradit. Të dielën e kaluar ishin mbi 100.000 për të protestuar kundër korrupsionit qeveritar, dhe çështja bosnjake mund të kthehet në një mundësi të madhe për të shpërqendruar opinionin publik nga presionet e brendshme. Si palë nënshkruese e marrëveshjes së Daytonit, Serbia duhet të jetë një nga vendet garantuese të integritetit territorial të Bosnjës, por për momentin, stabiliteti i rajonit nuk është ndër prioritetet e Vučić. Në nivel lokal, Serbia u fryn ndarjeve për qëllime të brendshme politike. Dodik dhe Vučić janë aleatë të ngushtë në atë kontekst rajonal
Nacional, të cilin autoritetet në Beograd e quajnë bota serbe, një version i përditësuar i Serbisë së Madhe dhe që frymëzohet nga bota ruse e Putinit, thekson Frushone, mos ka luan një rol të tërthort në këtë situatë dhe është gati të korrë përfitimet e paqëndrueshmërisë së madhe, e cila po e pengon procesin e integrimit euroatlantik të vendit ballkanik. Autokrati rus i pëlqen ideja e tensioneve të reja që mund t'i shpërqendrojnë evropianët. Për këtë arsye, ai do të vazhdojë të mbështesë Dodikun në përpjekjet e tij për ta destabilizuar rajonin, i mbështetur nga aleatët besnik në Beograd dhe Budapest.